Pazari i Korçës është struktura turistike, por edhe tregtare, ndoshta më rëndësishme qytetit të Korçës. Është shumë i njohur për arsye se ka qenë një qendër rajonale e të bërit tregti dhe shkëmbimeve. Tregtare e nisur që prej shekullit 18, por që e ka arritur kulmin e tij në shekullin 19. Mendoj që pazari i Korçës kishte mbi 800 dyqane dhe 13 hane. Kjo që ka mbetur sot është vetëm një pjesë e atij pazarit të lavdishëm, por gjithsesi, restaurimi i viteve të fundit e ka nxjerrë në qendër të vëmendjes një nga dy pazaret e vetëm të mbetur në Shqipëri, atë të Korçës dhe atë të qafës pazarit në Gjirokastër. Është një pazar që sot ka disa qindra dyqane dhe 6 hane të mbetur prej 13 haneve të kthyer pothuajse të gjithë në hotele. Restaurimi i pazarit i ka sjellë një tjetër frymarrje qytetit Korçës dhe ka kthyer atë në një destinacion të rëndësishëm turistik, dimëror por edhe ditëve të verës. Pjesa më e madhe e vizitorëve janë të huaj, por edhe shqiptar, ndërkohë që bizneset janë përshtatur sot stilit të turizmit më shumë se sa zejeve të dikurshme të asaj kohe. Kjo është qendra e pazarit, por në brendësi ka disa rrugë të cilat të çojnë në pika të ndryshme, secila prej tyre ndryshe nga tjetra, pra karakteristike.